E pra të dashur miq, luftojmë për klikime. Okej, është bërë në fakt interesante fakti që Limi është pjesë e Big Brother VIP Kosova. Siç duket, Limi ka hyrë edhe për një farë hakmarrje. Tani nga kjo që unë kuptova sonte, e pash që Limi nuk është se kishte më dëshirën, ndjesin për tu rilidhur me Albën. Limi ka hyrë për të luajtur lojën e tij, për të krijuar ndoshta një lidhje të re dashurie. Besoj që në fokus do të jetë Benita dhe Dolce nga ana e Limit, sepse Limi ndjet më i lumtur ndoshta për t'i goditur gocat e tjera edhe për ta bërë xheloze Albën, nga fakti që u prezantuan si njerëz të panjohur dhe përqafoi bijën. Mendoj që Limi do të bën spektakël në aspektin e vajzave. Por për Albën me patjetër që do të jetë një lojë shumë e vështirë. Do të ketë një përballje emocionale, përballje shpirtërore, përballje ndjenjash, por mund të ndodhen dhe fenomeni që Limi dhe Alba mund të rikthehen përsëri bashkë, sepse Limi zemra e tij do të jetë më afër Albës. Është e vështirë. Në këtë pikë të lojës që Limi ka hyrë, banorët nuk janë të qetë, nuk janë të lehtë. Janë të gjithë të shokuar nga fakti që shohin Limin aty brenda, e shikojnë që produksioni po bën diçka për klikime, sepse nuk janë këto banorët e duhurit për të marrur klikimet. Por nuk e di, zakonisht banorët të cilët futen me vetbesimin kaq të lartë në këtë pikë të lojës janë pikërisht banorët që dështojnë. Nuk do thotë që një format i njëjtë atje ku ka qenë Limi mund të jetë një format i suksesshëm për Limin, historia ka treguar ndryshe. Por gjithsesi, marrëdhënia me Albën ishte një marrëdhënie shokuese. Alba e kuptoi që Limi nuk është se ka ndjenja për të, dhe mendoj që tani Alba do të zhfokusohet nga loja, që ishte krejtësisht e fokusuar në lojë për ta fituar këtë Big Brother, dhe do të merret me fenomenin Limi. Çfarë ndjenjash ka, ku është i fokusuar, ku e ka mendjen, me cilën vajzë do të shkon. Se që nga ky moment Alba u fokusua tek Limi. Mendoj që tani filloi telenovela në Big Brother, ku Limi dhe Alba do të jenë në fokus. Ndërsa Bia e lumtur, e gëzuar, sepse për Bian është një super arritje, mundësi më shumë për të ndenjur brenda asaj shtëpie. Ndoshta edhe mund të ketë një afrimitet, një marrëdhënie mes Bies edhe Limit. Jam i bindur që sapo të përfundon spektakli, Bia dhe Limi do të jenë në fokus, duke ndarë momente, duke bërë muhabete etj. Po sonte mendoj që Limi do të jetë më së shumti në fokus të banorëve. Çfarë mendimi keni ju?